MK SafeNet Innovators 2025 bashkoi ekipe studentore nga 3 universitete për të krijuar zgjidhje digjitale kreative, video, aplikacione, infografika dhe lojra interaktive në fushën e sigurisë në internet, edukimit medial dhe digital dhe mbrojtjes nga dezinformimi. Aktiviteti realizohet në kuadër të projektit Qendra për Internet më të sigurt MK SafeNet, të mbështetur nga programi Digital Europe i Bashkimit Evropian me synim për ngritjen e qendrës kombëtare për internet të sigurt sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Për projektin në fjalë, para studentëve me fjalë rasti u prezantuan Xhemal Zenuni, dekani i fakultetit, Radoslav Vardiski, zëvendës ministër i transformimit digjital. Për projektin për televizionin Koha, profesoresha Ermira Idrizi tha se MK SafeNet është një projekt i kofinancuar nga Bashkimi Evropian dhe është nën ombrellën e Ministrisë së Transferimit Digjital. Është një projekt që faktikisht funksionon në bazë të asaj të ngrinë ndërgjegjësimin e nxënës vetë deri në moshën 18 vjeçare në lidhje me sigurinë kibernetike. Në bazë të kësaj do të krijohet edhe qendra për internetin e sigurt që vetë se funksionon në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Ne si universitet jemi pjesë e kësaj që nga shtatori kemi pasur disa aktivitete të radhës për ndërgjegjësimin e sigurisë kibernetike. Kemi punuar me profesorët, arsimtarët e shkollave fillore dhe të mesme gjithësisht. Sot organizojmë edhe një hakaton për studentët e universiteteve, do me thënë hakatoni në të njëjtën kohë mbahet në 3 vende, në Tetov, Shkupe dhe Manastir, edhe është më tepër të gjejmë zgjidhje të ndryshme se si mundemi të ngrejmë nivelin e mendimit se sa të sigurt fëmijët tanë duhet të jenë në internet, edhe shpresoj që sot këta grupe të studentëve të ri do të na gjenerojnë ndonjë ide më inovative sepse janë më afër moshave edhe ndoshta mund ta implementojmë dhe ta shfrytëzojmë në jetën reale. Projekti zbatohet nga Ministria e Transformimit Digjital në bashkëpunim me partnerët nacional, universitete dhe partnerë të tjerë, duke përfshirë Institutin të Universitetit të Evropës Juglindore.